Shtrisë, zotri Ferit Idrizi. E nderuar kryesuese, zonja Melihate Basholli Latifi. E nderuar drejtoreshe kulturës, zonja Medina Bunjaku. Shumë të nderuar familjar të martirëve të rënë për liri. Përfaqësues të organizatave të dalë nga lufta ushtrisë qeveritare të Kosovës. Familjar të dëshmorëve, veteran e invalid të UÇK-s. Të nderuara përfaqësuese të Komisionit Qeveritar për Persona të Zhdukur, kryetari i Këshillit për Persona të Zhdukur, zotri Ahmed Grajçeci. I nderuar doktor nga Instituti i Mjekësisë Ligjore, zotri Arsim Gërxhaliu. Të nderuar përfaqësues të partive politike dhe institucioneve qendrore e komunale. Të nderuar qytetarë të komunës së Pushtrisë, ju të pranishëm, zonja dhe zotrinj. Sot jemi mbledhur këtu jo vetëm për të kujtuar një ngjarje tragjike, por për të ndjerë së bashku dhimbjen e një plage që koha nuk arriti ta shërojë kurrë, masakrin e 22 majit. Ka data që nuk kalojnë dhe kujtime që nuk zbehen, dhe kjo është njëra prej tyre. Në atë ditë të rëndë, nuk u morën vetëm jetë njerëzish të pafajshëm, u kputën ëndrat, u zbrazën shtëpi dhe u thyen zemra që edhe sot jetojnë me madhe dhimbje. 74 qytetarë të pafajshëm u vranë dhe u masakruan mizërisht. 74 jetë të ndërprera padrejtisht. 74 familje që mbeten me plagë të hapura për gjithmonë. E sikur kjo dhimbje të mos mjaftonte, edhe sot, pas kaq shumë vitesh, njëra prej tyre ende figuron i zhdukur. Një familje ende pret, ende jeton mes shpresës dhe dhimbjes. Edhe sot duket sikur dëgjohen klizmat e nanave që kërkonin fëmijët e tyre. Lotet e familjarëve që prisnin më kot kthimin e më të dashurve, dhe heshtja e rëndë që mbuloi ushtrin pas asaj tragjedie. Ajo dhimbje nuk ishte vetëm e një familjeje, ishte dhimbja e gjithë popullit. Martirët që humbën jetën atë ditë nuk janë vetëm emra në pllaka përkujtimore. Ata janë pjesë e shpirtit tonë. Janë kujtimi që na përcjell çdo ditë. Janë amaneti që na lan për të mos harruar kurrë sa i shtrejt ishte çmimi i lirisë. Dhe sa herë vjen kjo datë, zemrat tona rëndohen përsëri. Malli nuk venitet. Përkundrazi, është bërë pjesë e jetës sonë, pjesë e kujtesës sonë kolektive. Sot përulemi me respektin më të madh para martirëve dhe viktimave të masakrës së 22 majit. Përulemi para dhimbjes së familjarëve që jetojnë çdo ditë me mungesën e më të dashurve. Dhe premtojmë se kujtimi për ta do të mbetet gjithmonë i gjallë në zemrat dhe në historinë e kombit tonë. Në shenjë nderimi dhe respekti për gjakun e të rënëve, ju ftojmë për një minutë heshtje. Lavdi. Në hyrje të kësaj akademie përkujtimore, kam derën të ftoj pare jush kryetarin e komunës sonë për një fjalë rasti. Fjala për ju, nderuar kryetar. Të nderuara familje të dëshmorëve, të nderuara familje të martirëve, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore dhe lokale, kryesues e kuvendit, qeveri komunale, doktori i mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu, Ahmed Grajçeci, të gjithë ju të pranishëm që keni ardhur nga ushtria dhe nga gjitha vise tjera të Kosovës, ju bashkëdhetar të dashur, që sot jemi bashkuar të gjithë këtu për të përkujtuar një dhimbje të madhe, për të nderuar gjakun e derdhur për liri, që u bë themel i shtetit të Kosovës, pa të cilin gjak as nuk do të vinte liria, as nuk do të vinte pavarësia. Ishte një ditë e zezë, data e 22 majt e vitit 1999, kur qytetarët e ushtrisë i tubuan të vorrezat e qytetit mira të tillë dhe një pjesë i ndanë duke i futur në një shtëpi, duke i vrarë dhe masakruar pleq, gra dhe fëmijë. Të gjithë duar thatë, të gjithë të parë matosur. U ekzekutuan, u vranë, u masakruan vetëm e vetëm se ishin shqiptarë dhe qëndronin në vendin e tyre, vetëm e vetëm pse nuk u larguan për ta boshatisur këtë vend,
që na kanë lënë amanet të parët tanë. Sot, kur po përkujtojmë këtë masakër të dhimbshme për secilin prej nesh, pa drejtësisht, vend që të mbahen prapa grillave, kriminalet të cilët vranë dhe masakruan, plesë, gra dhe fëmijë, sot prapa grillave mbahen qeveritare. Hashim Thaçi, Gabriel Vesteli, Jakub Krasniqi, Recep Selimi. Mbahen drejtuesit e ushtrisë ligjore të Kosovës, mbahen drejtuesit e shtetit e Kosovës. Sot, më tepër se kur, për të shëruar lindjen e këtyre familjeve që dhanë në të dashurit për lirinë dhe pavarësinë e Kosovës, sepse ky gjatë nuk është kot, ky gjatë është themeli i lirisë dhe i pavarësisë e Kosovës. Sot na duhet unitet më tepër se çdo herë. Ky gjatë duhet na bashkojë. Ky gjatë duhet na ngrisë ndërgjegjen tonë shoqërore dhe institucionale. Dhe ky gjatë nuk guxon të humbet. Duhet ta kërkojmë drejtësinë. Vetëm atëherë kur kriminalet dalin prapa grillave dhe marrin dënimin e merituar, vetëm atëherë martirët po shojnë të qetë dhe ne e dini që ekzekutuesit e kanë marrë dënimin e merituar. Të dashura familjet e martirëve, e di që çdo vjet, kur vjen kjo datë, është e rëndë, është e dhimbshme për të gjithë neve, sepse dhanë familje për këtë tokë. Sot, fushat janë mbushur me varre të dëshmorëve dhe martirëve. Por fal këtij gjaku që u derë për liri, fal luftës së ushtrisë ligjore të Kosovës, që lindi pikërisht nga gjiri i popullit dhe mbështetjes së aleancës veriatlantike të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Sot e kemi lirinë, sot e kemi shtetin tonë të pavarur, për cilën do të punojmë çdo ditë. Sepse historia ka treguar gjërat që harrohen mund të përsëriten. Unë ndjej në këtë ditë dhimbjen me secilin prej juve, por ju them që ky gjak u bë dritë lirie që fëmijët tanë të rritën në Kosovën e lirë dhe pavarur. Lavdi dëshmorëve dhe martirëve të kombit, respekt për familjet e dëshmorëve, familjet e martirëve. I përjetshëm qoftë kujtimi për të gjithë terrenet për liri. Faleminderit. Nderuar kryetari Idrisi, ju falenderoj për fjalën tuaj dhe për kushtimin që kjo kujtesë të mbetet e gjallë ndër breza. Ndërsa në emër të familjarëve të viktimave të një masakrës së 22 majit, ftojmë zonjën Ajmane Ferati Shatrolli që të merr fjalën. I nderuar kryetar i komunës zotëri Ferit Idrisi, të nderuar familjarë të martirëve të lirisë, të nderuara shoqata të ndala nga lufta, e nderuara kryesuese e kuvendit zonja Miliate Basholli, i nderuari kryetar i Këshillit për persona të zhdukur zotëri Ahmet Grajqevsi, respekt për doktor Arsim Gërxhaliun, i cili na u ka gjindë në çdo dhimbje. Të nderuar të pranishëm. Muaj maj është muaj më i dhimbshëm për komunën dhe qytetarët tanë. Ky muaj saktësisht data 22 maj do të mbetet gjithmonë plagë e hapur për ne familjarët dhe qytetin e Voshtrisë në tërësi. Do të mbetet gjithmonë në kujtimin tonë ajo shtëpi e të ndjerin Kahriman Pasuma, i cili u bë vendit Merrit ku masakruan 74 civilë të pafajshëm.
burra, gra, pleq, të rinj dhe fëmijë. E kujtoj se sot ditën kur unë dhe ndjeri postimin e Nica, u lejuam nga këforit të hymë në atë vend të përgjakur, ku çdo të sepi asoj shtëpie ishte mbuluar me gjakun në shqiptarët të pafajshëm, të cilët ranë në duart e kriminalëve sënë. Viktima vetëm gjakun nuk kishin lënë në atë dhej me tokat e tyre, ndërsa trupat e tyre ishin zhvendosur dhe zhdukur në Serbi për ta fshehur krimin kundër njerëzimit. A thua pse? Vetëm se ishin shqiptarë. Për ne familjarët, ai vend, ai shtëpi, gjithmonë do të quhet tokë e përgjakur. Dëshmi e faktit i të bëmave të armikut tonë shekullor. Të nderuar familjarë dhe të gjithë të pranishëm, obligimi ynë së të gjallë është që pasardhësve tonë t'ua kujtojmë e përsërisim gjithmonë e çdo herë të gjitha këto ndodhi të dhëmshme në mënyrë që asnjëherë të mos harrohet shkaktari i gjithë këtyre dhimbjeve. Mbajini në mend, çdo gjë që harrohet ka mundësi të përsëritet. Unë personalisht dhe në emër të familjarëve kërkoj nga organet kompetente të veprojnë dhe kërkojnë drejtësi që të dënohen përgjegjësit të cilët ende dhe sot sillen në liri. E për neve të gjallët që përjetuam atë gjenocid, çdo ditë që kalon pa vënë drejtësi në vend është një tjetër mangës i përjetuar, një tjetër dhimbje për të gjithë ata familjarë të pafajshëm të cilët u vranë mizërisht. Të nderuar familjarë, të gjithë sot e ndajmë trishtimin e njëjtë, por nga ana tjetër jemi edhe krenar për të afërmit tonë të cilët dhanë jetën dhe shumë më tepër për lirinë e vendit tonë. U jemi njerëz për jetë, për sakrificat e tyre që ne sot marrim frymëlirshëm e të mburremi gjithmonë çfarë familjar, bij e bija, burra e gra, fëmijë e të vjetër që patëm. Lavdi të gjithë të rëmbë për liri. Zoti na qoft gajretin të gjithëve. Faleminderit zonja Shatrolli. E tani të dashur të pranishëm, para jush nuk do të flas vetëm një artiste. Do të flas dhimbja e një kohe që nuk u shua kur. Do të flasin plagët e 22 majit, lotët që nuk u thanë kur dhe heshtja që rëndon mbi shpirtin e një populli. Ftojmë para jush artistën tonë të teatrit, Rita Spahiun, të interpretoj monologun 22 maj. Me 22 maj. 22 maj nuk jemi me djela dit. Jemi me krisma, me flok e me zi. Rrugët e fshtres heshtë nga dhilja. E zemrat e rënave mbetën pa fjallë. Unë dalë në dyrë që kur s'u hapën më. U fikën zëra që këndonin djetë. Fëmi që ndronin jetën, mbetën veç fotografine për shëbe. Atë ditë, toka e fshtres qau. Qau lumi, qau guri, qau çdo lagje. Sepse barbaria s'njët e mush, e plumbi nuk përse për emër. Nënat pritën të porta këtë. Babalarët mbetën në rrugë pa këthim. E qyteti mbulua me heshtje, me një heshtje që fletë edhe sot. Për vushtreja nuk u përkull. Nga dhimbja lindi forca, nga loti lindi kujtimi, e nga gjaku lindi liria. Sot ne i kujtoj me zemër, me mall, me dhimbje, për mbi të gjitha, me krenari. Sepse ata nuk janë vetëm emra, janë plak që jetojnë në shpirtin tonë. 22 maj nuk harrohet kur, sa të ketë shqiptar do të kujtohet ajo dhimbje. E marteret e fshtres do të jetojnë për jetë. Lavdi. Falenderojmë Ritën për interpretimin e mrekullueshëm. Të nderuar të pranishëm,
Më lejoni që në emër të kryetarit të komunës së Pushtrisë Zotrit Ferit Idrizi, në emër të Këshillit Organizues dhe në emër të familjarëve të viktimave, të ju falenderojmë për pjesëmarrjen në këtë akademi përkujtimore. Gjithashtu, ju ftojmë të merrni pjesë në hapjen e ekspozitës Masakrat, të bëmat dhe kujtesa në komunën e Pushtrisë gjatë viteve 1998-1999. Ekspozita është realizuar nga shoqata e martirëve të lirisë në krye me zonjën Vidani Mulaku dhe në bashkëpunim me Drejtorinë e Kulturës. Lavdi e përjetshme viktimave të masakrës së 22 majit. Qoftë i përjetshëm kujtimi i tyre në zemrat tona. Ju faleminderit. Ne kam organizuar bashkë me familjarët të shoqatës martirëve të lirisë. Fotot i kam marrë prej familjarëve, prej qytetarëve, edhe kemi menduar që me bërë një si lloj ekspozite. Mos mi qitë shumë fotot e ndihshme, kena menduar që me këtë pjesë me fillu taj prap i kisha lut prap gjithë familjarëve që dojnë me vazhdu në ekspozitën, një grup fotografik dhe me bërë ekspozitat edhe ma gjatë. E kom bërë me 74 foto për ditën 74 personave që janë shtuar dhe janë bërë edhe këtë datë. E është financuar, është përkrahur nga Drejtoria për Kulturë dhe Sport, kryetari i komunës, e falenderojna shumë, edhe Komiteti Ndërkombëtar i Kryqit Kuq na ka financuar për rregullimin e fondove. Faleminderit gjithëve, e lavdi të rëndë.